Parada e përvitshme e urimeve të zyrtarëve të lartë është shfrytzuar edhe për të dhënë mesazhe politike. Pas vizitës në komunitetin musliman, kryeministri Sali Berisha përtej mesazhit për besimtarët, ka zgjedhur të flasë edhe për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Lideri i opozitës ka folur për rilindjen, ndërkohë që kryebashkiaku Basha ka deklaruar se ka zgjidhur tashmë problemin e pronësisë së Truallit, ku do ndërtohet xhamia e re. Uroj që kur bën Bajramin tjetër, ta festojmë më mirë, më të gëzuar, me një fitore të re të merituar. Me rilindjen shqiptare që ne dëshirojmë, do të mbaroj dhe kapitulli i politikanëve që bëhen personazhe të këtyre ditëve, sepse në ditë si kjo jemi të gjithë njësoj. Një reflektim për udhëheqësit politik të vendit, që të shikojnë më shumë nga interesat e vendit dhe më pak nga interesat grupore apo partijake. Dhe me kënaqësi dua të ndaj me besimtarët musliman lajmin se përfundimisht është zgjidhur dhe çështja e pronësisë së terrenit ku do ndërtohet xhamia. Mesazhe urimi kanë dhënë edhe drejtues të forcave politike, trupi diplomatik i akredituar në Tiranë si dhe drejtues të bashkësive fetare.